Skandal në e diell. Egli Tako refuzon përballje me Xhenetën. Reagimi live që tronditi publikun. Spektakli i së dielës nisi me surpriza. Në hapjen e sezonit të ri të emisionit e diell, moderatorja e re Egli Tako u vu në qendër të vëmendjes nga një pyetje e papritur që e vuri në siklet para kamerave. Gjatë hyrjes në studio, Nevina Shtylla, me stilin e saj ngacmues, i bëri një ftesë të drejtpërdrejtë Eglit për t'u bashkuar rubrikës Trotuar, aty ku pjesë e panelit është edhe Xheneta Fetahu, një figurë me të cilën përflitet se Egli nuk ka marrëdhënie të qeta. E kapur në befasi dhe dukshëm e vendosur në një pozitë të ndërlikuar, Egli Tako vendosi të mos jap një përgjigje të menjëhershme. Reagimi i saj i matur, por domethënës, la të nënkuptohet se pas kësaj ftese fshihet diçka më shumë se sa thjesht një debat televiziv. Me thënë të drejtën, e di që nuk ua kam prishur qefin për asgjë deri tani, por këtë duhet ta rimendoj, u shpreh Egli, duke shkaktuar reagime dhe kuriozitet të madh në publik. A do ta pranojë Egli ftesën për një përballje të mundshme me Xhenetën? Apo do të shmang një skenë që mund të bëhet virale? Mbetet për t'u parë në javët në vijim. Abonohuni në kanalin ton për të marrë të rejat e fundit.